Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Zëri i Ashkalinjeve. Përfundimi i vitit shkollor shënon jo vetëm mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit, por edhe një mundësi për të reflektuar mbi arritjet, sfidat dhe përpjekjet që kanë shoqëruar procesin mësimor gjatë këtij viti. Sot do të flasim për sukseset e nxënësve, angazhimin e shkollave dhe sfidat me të cilat janë përballur komunitetet gjatë rrugtimit arsimor. Përfundimi i vitit shkollor sjell edhe një mundësi për të reflektuar mbi sukseset dhe sfidat me të cilat janë përballur shkollat gjatë procesit mësimor. Në shkollën Ismail Luma në komunën e Lipjanit, një nga çështjet që vazhdon të mbetet shqetësuese është vjushmëria e nxënësve nga komuniteti Ashkali dhe parandalimi i braktisjes së shkollës. Edhe pse vitet e fundit është shënuar për parajim me dukshëm dhe një numër i madh i fëmijëve po e përfundojnë arsimin nëntëvjeçar, drejtuesit e shkollës vlerësojnë se nevojitet ende punë me prindërit dhe komunitetin për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e shkollimit. Për sfidat, rezultatet dhe përgatitjet për regjistrimin në klasë të parë, drejtori i kësaj shkolle, Dritan Sadiku, ka folur në një intervistë për emisionin tonë. Secili vit shkollor ka sfidat e veta, këtë vit që po përmbyllëm, jemi përballë edhe me disa nga problemet që e preokupojnë shkollën tonë me theks veçantë të fëmijë nga komuniteti. Në përgjithësi, problematika më e madhe është vijimi i rregullt të nxënësve nga komuniteti, braktisja në fazat e hershme. Tani kur po flasim ne vetëm me zhvilluar një fushat vogël për regjistrim të fëmijëve në klasat e parë për këtë vit shkollor, por që këtë vit jemi ballafaqur ende me dukurinë e braktisjes. Sadiku thekson se situata ka shënuar përmirësim pasi një numër i madh i fëmijëve po e përfundojnë me sukses arsimin nëntëvjeçar. Megjithatë, ai vlerëson se ka ende prindër dhe individ që nuk e kuptojnë sa duhet rëndësinë e shkollimit dhe rolin e tij tek të rinjt në përmirësimin e kushteve jetësore dhe sociale. Mund të them me përgjegjësi plot që kjo situatë ka lëvizur në aspektin pozitiv. Tani një numër i madh i fëmijëve nga komuniteti e përfundojnë shkollimin nëntëvjeçar. Po se ka ende persona të cilët nuk e kuptojnë drejt rëndësinë e shkollimit, është mos e evidente dhe e qartë. Natyrisht, sidomos me theks veçantë, kemi probleme tek fëmijët nga gjenia femërore kur fillojnë braktisjen shumë më herët se sa që është kom praktika më hershme. Për neve, edhe pse po mundohemi përmes fushata, përmes kontakte, përmes takimeve të rregullta që realizojmë me prindërit, ende ka persona të cilat nuk e kanë kuptuar drejt se alternativa vetme është shkollimi i fëmijëve tyne për me dalë për një gjendje të tillë sociale dhe ekonomike. Po këtë vit kemi pas dikon afër 100 nxënës nga komuniteti. Me shprehje në përqindje është rreth 12% fëmijëve vinë në shkollën tonë nga komuniteti Ashkalia dhe po besojmë që ky trend vazhdon të rritje përfshirjes së përfshirjes fëmijëve nga komuniteti në procesin e rregull mësimor. Unë po shpresoj që edhe këtë vit fëmijët nga komuniteti do të jenë të rregullt. Natyrisht sfida ka më qenë sigurisht edhe kjo pjesa e përgatitjes dhe pajisjes, edhe pse në këtë aspekt Qendra e Mësimit Plotësues në bashkëpunim me organizatën Varaj na qëndrojnë afër të komunën e Lipjanit sa i përket furnizimit me fletore, mjete nevojshme për fëmijë. Në anën tjetër, duke pas parasysh që edhe Ministria e Arsimit e subvencionon pjesën e blerjes së teksteve, po besoj që gjitha parakushtet janë vëlefshme për fëmijët nga komuniteti të jenë pjesë e rregullt të procesit mësimor. Kryesisht një pjesë e mirë e tyre qëndron mirë edhe sa i përket arritjes të rezultateve në zonë. Kemi raste në zonë të shkëlqyeshëm, kemi në zonë të mesatar, të cilët performojnë mirë gjatë vitit, po kemi edhe raste të cilat nuk kanë performancë të mirë. Jemi munduar gjatë vitit shkollor përmes mësimit plotësues t'ju dalim ndihmë, në të kohë jemi munduar që të integrojmë edhe në aktivitetet e shkollës që realizon, qoftë përmes pikave programore në të cilat janë pjesë e pandashme, qoftë edhe përmes aktiviteteve sportive të cilat i realizojmë dhe janë pjesë e pandashme e gjitha aktivitetet brenda shkollës tonë. Drejtori Sadiku shton se pas thirrjes për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë, ka pasur interesim dhe raportime pozitive sa i përket vjushmërisë së nxënësve në shkollë.
A i bën të ditur se me 15 qershor është organizuar një takim me prindërit që kanë nevojë për mbështetje, veçanërisht në sigurimin e materialeve shkollore dhe teksteve mësimore për vitin e ardhshëm shkollor. Tani për datën 15 ne kemi aranjuar edhe një takim me një pjesën e prindërve të cilët kanë nevojë për m'ju asistu sa i përket aplikimit për mjetet financiare për tekste për vitin e ardhshëm shkollor dhe gjitha këto po mundohemi në kuadër kësaj fushates të lehtësojmë prindërve në që ata të ndihen më rahat se për shkak të fëmijëve tyre që vinë në shkollë. Dhe po besoj që gjitha këto elementet janë koordinuar në kuadër këshillit drejtues shkollës tonë bashkërisht me stafin e mësuesve dhe po mendojmë që me këtë qasje do të arrim të ngrisim ose të rrisim me dijen tek këta fëmijë për me regjistruar fëmijët në klasat e para dhe në parafillore. Që bashkërisht me ekipin për parandalim, edhe me qendrën mësimi plotësues dhe drejtorinë e shkollës të realizojmë aktivitete të tilla të cilat kanë për qëllim target pikërisht këta prindër. Duke pas parasysh edhe kontakte direkte, takimet e rregulla që i bëjmë, po edhe përmes programeve ndryshme të cilat të realizojmë bashkë me ta. Ideja është kjo që fëmijët jenë sa më afër shkollës, po besoj që nëse kemi një bashkëpunim mirë fjalë mes prindërve shkollës, atëherë edhe këto hapësinat do të zvogëlohen dhe numri i fëmijëve që do të regjistrojnë do të jetë më i madh. Natyrisht, si shkollë vazhdimisht mundojmë përmes aktivitete edhe humanitare, të cilat realizojmë me këshillin e nxënësve, qëndrojmë afër prindërve të tillë të cilët kanë probleme ndryshme, në mënyrë që të dhëmë me kuptu që shkolla është në çdo aspekt afër tyre dhe i mbështet dhe i përkrah edhe fëmijët pa edhe prindërit për nevojat e ndryshme që kanë. Përmes fushatave të organizuara, synim është rritje përfshirjes dhe veshmërisë së nxënësve të komunitetit në procesin mësimor, thot drejtori Sadiku. Gjithë target që kemi këto fushate që realizojmë në takime janë pikërisht për me rritë nivelin e shkollimit të komuniteti. Nivelin numrin e rritjeve të nxënësve që regjistrojnë në klasat parafillore, në klasat e para. Po pjesa tjetër tash po mundohemi me qenë shumë konkret që qëndrueshmëria brenda institucionit jetë më e madhe. Domethënë, gjithë ata që regjistrojnë edhe përfundojnë klasën e 9. Sfida është kjo pjesa tjetër sepse deri në klasën e 5 zakonisht kemi shumë më të rregullt, kur kalojmë pe klasës 5 në klasa 6 ne atëherë gradualisht fillon me ul numrin e nxënësve nga komuniteti për shkak të punësimit të hershëm, për shkak të martesave të hershme, për shkak të arsyeve ndryshme që mund të qenë dhe këtu jemi fokusuar tani që fëmijët që dalin në klasë 6 deri në klasën 9 të jetë numri tyre më i qëndrueshëm dhe të përfundojnë shkollimin sa më shumë nxënës nga komuniteti. Vazhdimisht e përsëriti. Alternativa e vetme është shkollimi. Për një mirëqenie më të mirë, për një jetë më të mirë, për një arritje në jetën e tyre është rruga më e drejtë dhe më e mirë se që ata të kryejnë shkollim. Dhe unë duke pas parasysh që mundësitë për bursa për ndryshme janë nëse janë proces mësimor, atëherë le ta shfrytëzojnë këtë mundësi që të kryejnë shkollimin edhe sigurisht që edhe shfrytëzojnë kuotat të cilat janë garantuar edhe nga institucionet për gjithësim edhe në shkollat e mesme, po edhe në shkollimin e lartë. Nxënësit e komunitetit që janë të rregullt në procesin mësimor shprehen se janë të kënaqur me përmbylljen e këtij viti shkollor dhe u bëjnë apel moshatarëve të tyre që të mos i braktisin bankat shkollore. Na kuptu që këna burgesa, si edhe në klasë tonë, specialmente na kënaq, na kanë vizhum socialit. Çka ke mësuar gjatë këtij viti? A mundesh më tregu për aktivitetet që ke bërë, çfarë ke mësuar, çfarë të kalon përshtypje ty? Po, shumë zimen, shkrojnë gjatë klasës të parë, herë pjesëm, Çka ke lexuar, ke mësuar diçka më shumë përveç matematikës, cilat janë ke mësuar pak më shumë që ke pasur që me ditë më shumë? Po, se të kema mësuar një mësem pikpyetja, kena lexu e kena kuptu. Ka ardhur në shkollë rregull gjatë gjithë vitit? Po, vetëm kur im ka në smut, s'ka marrë. Zonë, ti e din rëndësinë e shkollimit, se do të marrë shkollë, do të më mundu, Po. do të më mësu më shumë. Po, Po më tregon këto vjen edhe në qendër, çka bën në qendër, çka mëson? mësoj, shkruaj, lexoj, punoj.
Tash keme shku në pushim, keme përfundu këtë vit, çka keme bërë gjatë verës, gjatë pushimeve, a keme planifiku me lexu diçka, me mësu diçka? Po, e blit një lektyr, lexoj, shkruaj gjatë pushimet. E çka lexon më shumë ti? Cilin libër e ke lexuar? Çfarë lektyre ke lexuar? Liza në botë që dira, ma shute. Ola, shuk vetë shute sta, shute vetë mija, dhe shta këmpaz dhe shirë mjë thonë gjë dit, mos më mungu, se shkolla me me la shumë. Me mësu, tani rritësh, bësh madh, bësh mësuese, doktoresh. Këtu kena mësu, kena bu letyra, kena lexu. A vini të rregull në shkollë? Po, shumë. Pavarësisht sfidave që vazhdojnë të mbeten prezente, sidomos në raport me vjushmërinë dhe uljen e braktisjes së hershme të shkollës, nga nxënësit e komunitetit Ashkali, drejtuesi i shkollës fillore Ismail Luma në Lipjan thekson se puna me prindërit, fushatat sensibilizuese dhe bashkëpunimi me institucionet mbështetëse mbeten kyçe në përmirësimin e gjendjes. Ata shprehin optimist se me angazhimin e përbashkët dhe vetëdijsimin më të madh për rëndësinë e arsimit në vitet të nëvijim, do të rritet vjushmëria e nxënësve dhe do të ulet dukuria e braktisjes së shkollës, duke i dhënë çdo fëmijë mundësinë për një të ardhme më të mirë përmes arsimit. Të nderuar shikues, ndoqët emisionin Zëria Shkalinjeve. Faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshi.